atë edhe njëra pitu? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa atammu taslim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të respektuar të leshikues, ku dësheni ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popujt e Kur'anit, emisioni jon. Emisioni që mundohemi që të nxjerrim më të mirat e rrëfimeve prej Kur'anit, sidomos kur kanë të bëjmë me popuj, që të dim se si ishin atë popuj, çfarë vepruan ata, pse zun vend të përmendën në Kur'an, eventualisht, cili është përfundimi i tyre, cili është epilogu i tyre, të dim se si u sollën ata me Allahun, si u sollën me njerëzit, si u sollën me të dërguarit e Allahut rrjedhimisht pra, dhe natyrshëm, për ne është me interes të dim a u quajtën të mirë apo të këqij. Edhe ne jem popull, edhe ne jem gjenerata që jetojmë dhe është gjithmonë rast i mirë kur të paraprin dikush dhe ti në fakt nuk je prova e parë. Kur ti nuk e merr i pari vaksinën, ka marrë dikush para teje para 5-10 viteve apo 15 viteve, dhe ai është shëndosh e gjallë, ti shumë e ke letë që një gjë të tillë ta provosh edhe ti. Kur ti e provon se dikush vjet ka mbjell këtë farë në këtë tokë dhe kësaj ajo ka mbi ose jo, e ke shumë të lehtë që të ndërmarrësh veprimin edhe ti të mbjellësh në atë vit apo jo po ashtu. Me fjalë tjera, modelet e të tjerëve për ne janë gjithmonë të mirëseardhura. Jemi me Jusufin a.s., këtë pejgamber që është plot histori, e Allahu xhalla xhelaluhu e të sprovoi shumë në jetë, por ka filluar tash ngjarja jonë në kronologji që sprovat e tij të duken se ishin plot urtësi. Jusufi a.s. u bë ministër i financave. Jusufi nga robi në Egjipt i shitur në shtëpinë e ministrit, u bë që ta zavendësoj pikrisht atë dhe u bë Azizu Misr. U bë ministri i Egjiptit, pra kësaj njihet ai term ka qenë i posaçëm sikur e thon dietarët, por atë që ka menaxhuar me resurset humane dhe me financat e popullit. Allahu xhalla xhelaluhu i dha Jusufit pushtet, Allahu i dha atij mundësi që të ketë pra liri e të udhëheq edhe të ecë e të ketë kompetenca në pushtet sikur që e përmend Kur'ani. Dhe një ditë prej ditëve u bë Egjipti shumë i famshëm për drejtsinë e tij. Jusufi kur e mori pushtetin, në fakt po ato mësime që ja kishte dhënë atij personit, kolegut, shokut të burgut, kur i tha se tregoi pra mbretit se do të vinë 7 vite të majme, 7 vite të begatshme, dhe në ato 7 vite çfarë do që qesim në tokë mbin. Pra thjesht janë shumë të begata. Mirë, por ne duhet të përgatitemi për 7 vite të tjera që do t'i godasin këto, respektivisht do t'i vrasin këto, e në këtë rast vrasja nuk ka të bëj me atakim, por ka të bëj që ne duhet të përgatitemi nga këto të mirat për ato të këqijat. Kaluan 7 vite, e Jusufi a.s. e menaxhoi në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, sikur kishte kërkuar që të mos fshihet drithi, gruri i tëri, pra të lihet në kallim përpos atë që ju ushqeheni me të. Thuhet pra që Jusufi a.s. Begatin e si vjetme ka arritur që gjysmën e saj ta shpenzojnë në atë vit, e gjysma tjetër të mbetet për më vonë. Pra, thuhet një verzion tjetër që ka obliguar 20% që gjithë qytetarët të sjellin edhe të bëhet rezerva shtetërore e asaj kohe. Pra, pushteti është i hershëm dhe menaxhimi i suksesshëm
nuk ka dalë si pjell e mendjes së njerit që jeton në shekullin 21. Mos të mendojmë se ne jemi më të mençurit, se ne kemi zbuluar më të mirën e gjërat e tjera. Njerëzit kanë ditur shumë herë të jetojnë dhe fundja ne jemi sepse ata ishin. Ata ishin sepse ditën të menaxhojnë dhe të jetojnë, dhe ata nuk ishin me kushtet e sotme, ishin me kushtet e djeshme, me vështirësitë e jetës, por ja kanë dalë dhe kanë pru njerëzimin deri këtu ku jemi. Andaj duhet gjithmonë të jemi me njës ndaj gjeneratave që kanë kaluar. Jusufi a.s. kishte kërkuar që të bëhen rezerva shtetërore. Tatimin, po, tatimin jo në kuptim të ndëshkimit njerëzve, po në kuptim të ruajtjes, sepse ata nuk do t'jenë në gjendje të ruajnë mallin vetvetiju. Jusufi a.s. ndërtoi ndërtesa të mëdha të deponisë. Pra, ndashtë thoni mullin në gjuhën e sotme, ndashtë i themi hambare të mëdha, në të cilat do të ruhet gruri i paqëruar. Dhe kësaj, pra, kaluan këto 7 vite me plot begati, po 7 vite begati sollën rezervat të hatashme që ndoshta mendohet që në ato 7 vite ajo që është korr nuk është shpenzuar as 50% e saj. Kështu mendohet. Pra, është shpenzuar shumë më pak, është prodhuar shumë. Rendimentet nuk po flasim tash me shifra, nuk I dim na sakt sa ka qenë numri I banorëve në Egjipt në atë kohë. Mirë, pa ajo që është interesante, është se Egjipti ndonse kishte një qytetrim, edhe para Jusufit a.s. dhe ishte një qytet, pra në këtë rast po e themi Kairoja, një vend që kishte dyert të shumta, porta të shumta të hyrjes dhe jo vetëm Kairo, edhe qytetet e lashta në kohra historike, sikur që I shohmi më së afër me Istanbulin, e Damaskun e tjera, pra kanë pasur edhe në shtete perëndimore, pra kanë pasur fortifikata e dyr, që ato janë mbyllur që të mos hyj I huaji brenda vendbanimit dhe të mos prish sigurinë e vendit. Kështu që Egjipti kishte një civilizim, mirë po në këtë rast, kur çështja e begatisë kishte arritur dhe nuk kishte arritur vetëm në Egjipt, ata u ndjen mirë që të gjithë, por kur filluan vitet e thatësisë, vitin e parë njerëzit e kaluan disi, por viti I dytë por bëhej shumë problematik dhe kishte dalë zani në Bar, rajonin, që Egjipti miri kanë punët sepse atje ishte një njeri që ishte kujdesur për një gjë të tillë. Jusufi e kishte pra inspirim, shpallje. Dikush mund të na thotë sot letësh po të kishe ndonjë profet I cili të tregon për të ardhmen dhe ti shumë lehtë duhet të menaxhosh. Pse mendon ti po të kishte ndonjë profet, ti e voton e do atë profetin? Mos e thuaj lehtësisht këtë, sepse janë provu njerëzit. Janë provu me prova të ndryshme dhe të shumta. Ka shumë të tjerë që kanë thënë kësaj, por aq shumë janë dashuruar dhe kanë simpatizuar deri në adhurim, të favorizuarin e tyre në politik, sa që nuk janë gjendje ta njohin pastaj as Zotin, as fen, as hoxhën, as asnjë tjetër. Pra, mos mendo ti që po të ishte ministrin do ta respektoje. Profetin, domethënë ministër, në këtë rast sigur Jusufi do ta respektoje. Besoj që do të ishim korrit në atë mënyrë. E dyta, pse Jusufi ka qenë pejgamber dhe dyert e pejgamberisë janë mbyllur, pra nuk ka më pejgamber tjetër, nëse njerëzit kanë dronë Allahut dhe vinë në pushtet si kërkesë e të tjerë që ti merr, ti prina, pra që ata të ndihmohen në premtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është fjala ata të ndihmohen vetëm prej njerëzve, por të ndihmohen edhe nga vetë Allahu, të ndihmohen nga Zoti I botëve, sepse inspirimi për punë të mira të hajrit ju vije njerëzve të suksesshëm. Dhe ne kemi edhe pas
vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbretër e udhëheqës e khalife që kanë qenë të drejtë dhe botën, se jo vetëm botën islame, e kanë qu përpara jo se kanë qenë profet. Kështu që Jusufi e kishte përgadit terrenin, është të vërtet që ai kishte ditë më mirë se tjerët që të menaxhoj me realitetin e krijuar, pra nga vitet e begatshme për vitet e thata, të krijojë rezerva shtetërore, por kjo që kishte ndodhur në Egjipt dhe populli i Egjiptit nuk po ndinte as pak varfrinë në ditë të thata, kishte filluar të dëgjohej anë kënd rajonit e në këtë rast edhe në Palestinë. Ju e dini që prej Palestinës, Palestina tash është shtet aziatik, ndërka që Egjipti është shtet afrikan, i ndan deti dhe në atë rast po vije momenti që edhe familja e Jusufit a.s. të kërkojnë ndihmë, të kanë dëgjuar se në Egjipt kishte rezerva dhe se po ndihmonte ai ministri edhe mbreti kishte hap dyert e humanitetit që shoqëritë të rrezikuara, popujt dhe familjet të rrezikuara të kërkojnë ndihmë. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Një ditë prej ditëve erdhen vëllezërit e Jusufit 10 prej tyre. Ishin ata 10 vëllezërit që Jusufi kishte vëllezër vetëm nga babai, e jo edhe i 11, pra që është me emër Benjamini, vllai i tij i dyfisht, pra vllai nga baba dhe nëna, që Jusufi a.s. nuk e pa në grup me ta, arsye ishte se tashmë babai, Jakubi, i cili ishte akoma në jetë, nuk mund të mendonte që këtyre vëllezërve t'ja lë në dorë Benjaminin pasi ata ja humbën më herët Jusufin. Ja humbën, në fakt e hëngri ujku, siç ishte parulla atyre, por në një mënyrë ose tjetër ai dinte se me Jusufin këta kanë malverzuar dhe kanë bërë dallavere të natyrës tjetër. Kështu që tash do të vinë vetëm këta 10 vëllezër. Jusufi i njohu ata, e ata nuk e njohin. Nuk e njohin sepse Jusufi ditën kur ishin pa për herë të fundit i kishte 12 vjet dhe tash po shkojmë me një kronologji parafërsisht. 5 vite ishte ajo ngjarja kur i ndodhi me Zulejhan. Sa ka zgjat ajo periudha kur është përhap lajmi për immoralitet, mos mendojnë se ajo ka qenë çështje ditë dhe natë. Dhe ajo ka mund të jetë ndoshta 1 vit, derisa Jusufi ka mund të bëjë 18 vjet kur u burgosët. Në burg ka qëndruar 7 vjet. Pavarësisht bidha sinin, por ky numri bidha që njihet në arabisht është prej 3 deri në 9. Shumica dietarë mendojnë se është fjala në rastin konkret 7 vite. Pastaj pas 7 vite qëndrimi në burg e merr pushtetin, e nuk do të thotë që në vitin e parë fillon begatia, në ditët e para, pra janë do ditë pushtet edhe fillojnë ato ditë e begatisë që janë minimum edhe aty 1 vit, edhe aty 7 vite tjera. Pra kësaj fillon tash periudha e thatësisë, e në periudhën e thatësisë dhe ato jo në ditët e para përhapet lajmi se në Egjipt ka ushqim, pra ata kanë filluar me rezervat që i kanë pas në ditët e para, respektivisht në vitin e parë, por nga viti i dytë tutje fillon të bëhet pak më e rënduar çështja me rezervat, se nuk janë përgatitur për atë ditë dhe për ato momente, andaj tashmë do të vinë momente të vështira për gjithë të tjerët. E kështu që Jusufin këta nuk e kanë pa, i cili në fakt është prej ftyrës së një fëmije, është ndruar në ftyrë burri, dhe thash jo vetëm burr, por i ka do të thotë mbi 30 vite Jusufi a.s. aty tashmë. Dhe është shumë normale që personi e 12 vjeçve kur i bën 30 vjet nuk e ke let me e njoft kur e sheh për herë të parë.
ata nuk e njohin Jusufin. Walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufi al-kayla wa ana khayrul munzilin. Tash këtu ka ndodhur një bisedë mes tyre. Ai kur i sheh se janë 10 vëllezër dhe ju thot aty se çfarë kërkoni nga unë, ata thonë ne kemi dëgjuar fjalë të mira për ju, ne na ka kap varfëni e madhe, skamje e madhe dhe në të njëjtën kohë thatësia e ka bërë të veten që nuk kemi ushqim, i kemi prindrit gjallë dhe nuk kemi se si ne ti ushqim. Jusufi a.s. bën një taktik tepër interesante këtu. Thot, unë po dyshoj se ju jeni spion. Ju ka dërguar, ju ka deleguar dikush që të vëzhgoni çështjen, thot, mua më intereson të kuptoj se keni ardhur. Njerëzit kur janë të pafajshëm dhe akuzohen, kanë prirje për të shfaqsuar. Në këtë rast, ata nuk ishin spion. Ata kishin mëkate të veta sa të duash, por Jusufit a.s. i intereson që të di detaje për babën, për prindrit, që të di detaje po ashtu edhe për vllajën e vet. Dhe ata tash fillon t'i tregojnë, nuk është e vërtet, nuk është e mundshme që ne kemi ardhur për qëllime negative, mos na mendo si të tillë, ne kemi ardhur përkundrazi për të kërkuar ndihmën tënde dhe ndihma jote është e nevojshme jo vetëm për ne, por është edhe për ata që kemi lënë në shtëpi, është babai, është nëna, domethënë njerë ka tyre në këtë rast i bie. Dhe kemi edhe një vëlla tjetër, thotë pse nuk e keni marrë atë? Thotë ne nuk e kemi marrë atë për arsye se është një ngjarje më e thellë. Ne kemi pas edhe një vëlla më herët, ai vëlla jon një ditë prej ditëve e pati hëngër ujku, ja rrëfejnë ngjarjen Jusufit a.s. ai përmbahet dhe ç'është interesante tërë këtë bisedë, gjuhët e tyre nuk kanë qenë të njëjta. Pra gjuha hebraike, ose ibrishte dhe sirianiste, domethënë kanë qenë gjuhë që ndryshe është folë në Egjipt, ndryshe është folë në Palestinë. Jusufi a.s. flet më përkthyes. Pra e di gjuhën e nënës, nuk e flet, nuk jep asnjë shenjë që ky i kupton ata. Ata fillojnë për ato arsyetuohen se si një vëlla, baba ka dashur atë vllajin, por e pat hëngër ujku dhe ne nga ajo kohë e kemi humbur besimin dhe baba tash nuk na jep neve atë djalin tjetër, për këtë arsye dhe ne nuk e kemi marrë. Pra, kësaj do të kërkohet prej teje që të na ndihmosh ne dhe të vëllezërve. Mirë po, ka qenë e zakont, tash Jusufi ka bërë një standard dhe vërtet humaniteti është përhap, pra po i ndihmojnë popujt e përvuajtun, të varfën, të mbuluar me skamje dhe thatësi, dhe kësaj ata tash po japin, sigur të themi, edhe kjo është një risi e asaj kohe, por që në ditët e sotme të tjerët mund të mendojnë se është mençuri e kohëve bashkëkohore. Pra, t'i japin sasi të mjaftueshme njerëzve për ushqim, por jo ta bëjnë atë që të shitet dhe të bëhet tregti. Madje, thatësia e prodhon varfëninë, e varfënia i bën ngritjen e çmimeve. Thatësia e krijon varfëninë. Thatësia po ashtu e bën edhe ngritjen e çmimeve. Çmimet që më pastaj pra jeta rëndohet. Buka, drithi që shitej në Palestinë kishte çmim shumë të lartë. Jusufi, këta kishin dëgjuar që në Egjipt po shitet në fakt. Jo ai po i ndihmon falës, po shitet gruri por me çmimin e mëhershëm. Pra sikur ka qenë çmimi i mëparshëm. Dhe tash ta kanë ardhur, po natyrshëm që atë nuk mund të blesh sa duhesh. Dhe Jusufi a.s. kishte vendosur një standard.
për t'i eliminuar tregtarët, që të mos manipulohet me armë me ble lirë në Egjipt e me shit shtrejt me çmimin e Palestinës atje, të luhet dhe të bëhet monopol me bukën. Përkundrazi, këtë standard që sot bota moderne e ka, që çmimet në bukë mund t'i vendos shteti, mund të vendos atë që në gjuhën e sot me quajmë tavan për çmimet, kur është në pyetje pra të ruhet paga mesatare, të ruhet niveli i kamjes dhe i skamjes për popullin, pra që të ruhen çmimet, sidomos me listën esenciale të një familje, që për këtë edhe përgatitet dhe bëhen sa është e mundshme rezervat shtetërore. Ata pra për të evituar një gjë të tillë, e kishin një vetëm mundësi, cila ishte ajo që secili njeri do të merrte himlu ba'ir, të merrte një barë deveje. Barë deveje nuk mund ta them sot se mund të ishte një 50 kg apo 100 kg apo 200 kg, nuk e di sa do t'i vinte me kilogram, por ishte një njeri, një deve. Një njeri dhe një deve mund të merrte një hise, e cila hise do t'i mjaftonte familjes së tyre për një vit, parafërsisht, e jo më shumë. Që ata nuk do të kishin llogari pastaj që të shesin se ku ta marrin tjetën. Kjo sisoj Jusufi tash do të kërkoj prej tyre një kërkesë shumë interesante, thotë a më shehni ju mua se unë jam në gjendje pra që të bëj matje korrekte, të jap çmime korrekte, edhe të njëjtin kohë wa ana khairul munzilin, se ju e konak në pallatin tim. Thuhet pra që Jusufi a.s. prej ndërtimit të tij njerëzor që kishte shumë në nivel të lartë, këta musafirët e largët që vinin për të ble ushqim, i strehonte, pra nuk i lente që të shkojnë në hotele, i strehonte falas dhe ju jepte ushqim atë natë atyre që të pushojnë, të marrin ushqimin dhe të kthehen të nesërmen. Kësaj pra gostia e Jusufit a.s. ishte shumë e veçantë dhe shumë e mirëpritun, kësaj edhe mund të përmendet kjo që Jusufi a.s. i thot atyre, në masi unë pra po e shihni se po sille mirë, po bëj matje të mirë, nuk po ju shes shtrejt, ju kam mirëpritur në konak, fe illem ta'tuni bihi, fela kejle lekum indi, wala taqrabun, e nëse ju nuk e sillni në radhën tjetër, sepse ai do ta pretendoj që do të vinë ata, nëse nuk vini me vllajën e juaj, atëherë nuk do të merrni asgjë nga unë dhe as nuk do t'ju lë të afroheni. Pra kjo ishte pasi ju kërkoj pra shumë thjesht pasi i përgatiti, ju kërkoj që ta sjellin vllajën me vete. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun, pasi ti po kërkon me ngulm që ne ta marrim vllajën, pra do të mundohen ta bindim babën dhe do të veprojmë. Jusufi a.s. për të pas siguri se ata do të kthehen, wa qala li fityanihi, pra njerëzve të afërm të tij, ju tha djaloshave të tyre, i tha ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idha inqalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Atë pjesën që ata kishin marrë me vete, pasuritë e tyre, pak ari, pak pak, që me ato t'i shpaguaj ta blejnë grurin, do të futeni brenda grurit, brenda thazve, po i them, dhe ktheheni mbrapa, sepse ata në vitin tjetër është një rrezik tjetër, që nuk kanë para për të ardhur dhe për ta blej grurin. E nuk vinë më. Për të pas siguri se ata do të vinë, do ta marrin me vete dhe do të kuptojnë se jo vetëm që morën grur kësaj here, por morën edhe gratis falas, kur do të hapin thasët e tyre dhe do t'i gjejnë gjësendet e tyre që janë kthy mbrapa. Kjo ishte një strategji jashtë zakonshme Jusufit a.s. për t'i pa përsëri vëllezërit së bashku me vllaun
e dy feshtë të tij në radhën që do të vinë për të marrë grur përsëri pas një viti. Do të vinë ata, do të vinë dhe ta shohim se si e kanë bindur babajnë e tyre, por këtu do të bëjmë një shkputje, ju qëndrojmë ne, do të kthehemi pas pak. Rikthehemi të respektuar teleshikues për të vazhduar me pjesën tjetër të këtij emisioni, pra Jusufi alayhis salam, përpos që ishte ministër, tashmë do t'i vije radha një befasisë jashtëzakonisht të madhe, që ai të takohet me familjarët e tij në Egjipt. Ju dha herën e parë ushqim, e kuptoi gjendjen se si ishte familja, pasi ata duke u arsyetuar se nuk ishin spion, nuk ishin të deleguar të dikujt, por ishin njerëz që kanë nevojë thjesht për ushqim, ai kuptoi për gjendjen e tyre dhe u sigurua se i ka prindrit gjallë dhe mori informata të mjaftueshme. Ai për të pas siguri se do të kthehen, ju kthejnë mbrapa materialin me cilin ata do të mund të vinin në vitin tjetër të blenin ushqim përsëri. Dhe ata sapo arritën tek babai i tyre i treguan se kështu pra një burr atje, ministri, i kishte prit mirë dhe ishte kujdesur mirë e tjera, por për herë tjetër i kishte kushzuar që ta marrin edhe vëllain e tij. Thot, ja abana muni'a minna al-kaylu fa arsil ma'na akhana naktal wa inna lahu lahafidhun. O baba, ne nuk do të kem mundësi pas kësaj here të marrim ushqim më, andaj na jep me ne vëllain ton e ne kësaj edhe do të marrim ushqimin edhe do ta ruajmë atë. Mirë po ka djeg qumshti tomli, tash i fryhet kosi, thot populli, qale hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, Allahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Thotë si ju besoj juve dhe t'jam i sigurt në këtë që po ma thoni kur unë ju pata besuar në vëllain e tij, në Jusufin, më herët, Allahu patjetër është ai që ruan më së miri, pra Allahu t'i mbështetet gjithmonë Jakubi alayhis salam, wa huwa arhamur rahimin, dhe ai është më i mëshirshmi i të mëshirshmëve. Ata më vonë kur panë se edhe janë kthyer, pra tash më vonë do të zbulojnë se wajadu bida'atahum ruddat ilayhim, se janë kthy gjësendet e tyre, qalu ja abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna. O baba jon, atë që ne po dëshirojmë, pra ne e kthyer tash mjetet tona, pasuria jon, sikur të themi parat tona, dhe wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kejle ba'ir dhalike kejlun yasir. Ne po e lusin tash vazhdimisht babain e tyre që ne kësaj do ta ushqim familjen, e ruajmë vllain ton, e shtojmë edhe një deve më tepër edhe për një hise më shumë, dhe kjo është gjë e lehtë. Ai tha nuk do t'ju ja jap as se si derisa të mos më jepni ju një besatim dhe një siguri që me ma kthy përsëri. Ata i dhanë besën se atë do ta kthejnë. Qala Allahu ala ma naqulu wakil, Allahu për këtë që ne themi është kujdestar. Tash vjen koha dhe pas një viti Jusufi alayhis salam po i pret vëllezrit në një formë, por ai nuk ka mundësi të kuptojë se do të vinë, do të nisen apo jo. Të gjitha kushtet i kanë ndërmarrë që ata të nisen, vëllezrit do të nisen dhe do të marrin tash një porosi prej Jakubit alayhis salam. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Jep
Jakubi a.s. këshill thot mos hyni nga një derë e Egjiptit, por hyni nga dyert të ndryshme. Pra, është fjala kur shkoni atje, tek mbreti, për të marrë ushqim, mos tentoni të hyni nga një derë, por nga dyert të shumta. Wa ma ughni ankum min Allahi min shay, jo që unë jam në gjendje që t'ju jap më shumë se sa që jep Allahu nga dia dhe mirë po inil hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun. Padyshim që i tër pushtet takon Allahut, tek ai mbështetemi dhe tek ai le të mbështetet çdo njeri. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allahu thot, ata shkuan ashtu si kur i kishte urdhëruar baba i tyre që të hynë, mirë po jo që kjo ju ndihmoi diçka më shumë se sa atë që i kishte thënë Jakubi a.s. pra që i kishte dhënë Allahu atyre që të ruhen. Mirë po Jakubi thot kishte diçka në veten e tij dhe për atë dëshiroj që ta thot. Atë që kishte në veten e tij, dietarët janë munduar ta zbërthejnë. Disa sosh thonë Jakubi a.s. është friksuar që kur do të hynë 11 fëmijë, 11 djem nga një derë, është e mundshme që nga një portë është fjala e qytetit, do t'i kap syri. Dhe ja, juni tërë të një familje, e kësisoj. Pra, kjo ka mund të jetë një gjë e tillë. Mirë po, një mendim tjetër që nuk duket i dobët në arsyetim, thotë Jakubi a.s. këtë porosi nuk u bëri fëmijëve që në herën e parë. Pra, tha dhe në herën e parë ishin 10 dhe nuk ishte që syri i keq, pra, mësyshi, të mos i godiste dhe të 10-it, por kësaj radhe kishte një tjetër dilemë. Cila dilemë së thotë sepse wa innehu ledhu ilmin. Ai tashmë kishte njohuri, lima allamnahu, për atë që ne e kemi mësuar të Allahu, walakin aktharun nasi la ya'lamun, por shumë njerëz nuk janë në gjendje ta dinë një gjë të tillë. Çfarë dije ka Jakubi a.s. Jakubi a.s. në fakt kishte kuptuar se ky ministri ata i kishte pyetur shumë. I kishte marrë në pyetje se mos jeni spion, mos jeni të tillë. Dhe nëse ata do të futeshin tash përsëri, ata mund të jenë të vëzhguar dhe mund të kthehen mbrapa pa ushqim dhe mund të bëhet ndonjë e keqe tash që edhe të kthehen pa ushqim, por tash kanë edhe barrën e vëllait Benjaminit, pra vëllait të Jusufit, vëllait të tyre, e që kësaj praj mundohet ti jap këshillën e duhur që ata të mos binë në sy se kanë shku për të spionuar. Allahu e di më së miri. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi akha. E kur shkun ata të Jusufi a.s. I strehoj dhe në fakt i kishte futur në dhoma të rinë 2 nga 2. Dhe përderisa ata ishin 11, njëri do të mbetej i vetëm, atë e mori pra pikrisht vëllain e tij. Ku në këtë moment në bisedë e sipër e pyet se kush je ti, çysh është gjendja jote, e tjera pyetje për më të ndryshme dhe e kupton se vërtet ai është Benjamini, tregon se ka pasur një vëlla të mirë, të bukur e tjera, por që ka ndodhur me të çfarë ka ndodhur dhe ai më ka vdekur. Në këtë rast ai i tregon se unë thot jam ana akhuk fala tabtais bima kanu ya'malun. Thot unë jam vllajët dhe ti mos humb shpresën asnjëherë dhe nga ajo që ata kanë vepruar, ose mos u dobëso në një farë forme.
Ai nuk beson, thot, s'është mundur të thjesh Jusufi, ai fillon të flas tash në gjuhën i brishte që ishte gjuha e tyre, edhe është një moment tepër mallëngjys, tepër preks, pra kur ata tash njoftohen se janë vëllezrit. Mirë, dhe i tregon se tash ti gjatë këtyre ditëve qëndroni këtu, mos t'ju tregoni vëllezërve se tjerë se kush jam unë. Falamma jahhazahum bi jahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi. Ai pastaj bëri një taktik tjetër. Vendosi një anë e cila shërbente për matje, por që ishte e zbukuruar dhe ishte ana e mbretit. Në farforme ta themi peshorja e mbretit, me cilën matnin grurin që po hedhin në thast e tyre ta quaj. Në këtë rast ai dëshironte që Benjamini ta ndalte, por për ta ndalur Benjaminin, ata në fakt e kishin pikë të dobët, sepse pikërisht Jakubi i kishte kurzuar që të jenë të kujdesshëm me Benjaminin e mos të veprojnë sikur kanë vepruar me Jusufin. Mirë, po kjo taktik që do të jetë interesante prej Jusufit a.s. do të realizohej në një formë tjetër. Ai vendos tasin në hisën në pesin që ka për ta marrë pikërisht Benjaminin. Edhe ata vazhdojnë, kthehen. Më vonë, thumma adhana muadhdhinun ayyatuha al-'ir innakum lasariqun. Sapo ata janë larguar pak në periferi, vjen dikush dhe i thret, thot, ju, thot, o karavan me deve, thot, dikush për ju ka vjedhur. Qalu wa aqbalu alayhim madha tafqidun. Kur ju kthyen mbrapa ka thonë, pse çka keni humbi ju? Ju çka kemi vjedhur ne? Ju çka ju ka humbur? Qalu nafqidu suwa' al-malik. Atë që ne nuk po e gjejmë tani është ana e mbretit. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'in. Do të nëse e sillni ju vetë lajmëroheni që e keni marrë, do t'ju shpërblejmë edhe me një dozë shtesë, edhe me një hisë shtesë. Mirë po, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Pasha Zotin, thot, ju e keni kuptuar edhe nga hera kaluar, nuk kemi ardhur për gjëra të këqija, nuk kemi ardhur për bërë fesad, as nuk jemi hajn vjedhës. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Nëse gjendet anët e ju dhe jeni gënjeshtar, çfarë shpërblimi atëherë kemi? Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazauhu kadhalika najzi adh-dhalimin. Letët, ne do të provojmë kështu. Kujt ti gjendet, pra, nëse është ana në devet e tona, atëherë kush do që e ka marrë, ai do të shpërblej me veten e tij. Në kuptim, do të dënimi është që ai të ngelet të bëhet rob i juaj. Në fakt, kjo që ka provuar Jusufi a.s. Të kuptoj është se ç'është doni ju ta bëni shpërblimin. Ai ka ditë fakt se në fen e Jakubit a.s. Vjedhësi dënohet me robrim. Ndërkaq në besimin ose në shariatin, në ligjin që ishte në Egjipt në atë kohë, ishte që vjedhësi vritej fare. Dhe ai tash dëshiron që të mos e dënoj me vrasje ose burgim të paktën, por e donte këtë ligjin dhe e pranoi ligjin e babait të tyre, respektivisht të Jakubit a.s., ligjin e Zotit, në mënyrë që të kishte prediksion të mjaftueshëm për të ndalë Benjaminin tek ai. Dhe fabada bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi. Do të filloi pastaj të kontrolloj njërin pas tjetrit, të filloi nga më i madhi,
dhe kaluan 1, 2, 3, 10 dhe nuk ishte kur gjë. Tash vjen te 11 sa që e ka bërë veten se apo e hapim këtë apo nuk po e hapim, se nuk ka mundësi tash pra. Jemi bind se nuk keni vjedhur. Ata thonë nuk është problem. Vazhdo edhe këtë. Thotë, hajtë po provojmë për rutinë. Pasi që të gjithë i provuam, ai në fakt ishte i bindur se aty është. Dhe e gjetën se pikrisht aty është ana e mbretit. Kedhalike kidna li Yusuf ma kana li yakhudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Ai nuk bënte ta marrte me dënimin e mbretit që ishte në Egjipt, por kësaj ne e bëm që ai të ndalej tek Jusufi pra Bunjamini, nërfa'u darajatin men nasha'u wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dhe Allahu ne kësaj ngritim përpjet ne ata që dëshirojmë mbi çdo të dishëm ka edhe me të dishëm. Tash këta do të kthehen dhe ai ju thot e janë tash diskutojmë, e patë se ena është vjedhur. Ata do të mundohen të arsyetohen me një arsyetim shumë qesharak. Qalu in yasriq faqad sarqa akhun lahu min qabl. Ky është vllai vetëm që e kemi vetëm nga babai. Mirë po edhe nëse ky ka vjedh, në fakt këtë dorë të keqe e ka marrë sepse edhe një vllai i tij më herët ka pas vjedhur. Kush ishte vllai i tij? Ishte Jusufi. Çka kishte vjedhur është interesante edhe kjo. Thuhet që Jusufi a.s. edhe 2 versione përmenden, nuk ka mundur ta pranoj gjyshin e tij nga nëna, që ishte adhurues i idhujve. Dhe në atë rast një zot që ai pretendonte, kur Jusufi kishte shku për të ndaj dhe shifte se po adhuron, Jusufi e ka marrë atë, pra, e ka vjedh më në da thojzave, që ta thyente të mos bëhej politeist, mushrik, gjyshi i tij. Dhe kësaj gjendet se Jusufi e ka marrë, dhe në atë rast demek ka vjedh ai më herët kur ka qenë fëmijë e kësaj. Ai Jusufi, siç e kemi përmendur, 12 vjeçar ka dalë nga shtëpia e tij për të mos u kthyer më. Është verzioni tjetër që një gjyshja në fakt ka vendosur një farë gjësendi, një farë materiali prej lëkurës në çantën e Jusufit dhe sikur është gjetur që kur ka humbur, sikur në rastin e Bunjaminit këtu tash, është gjetur në çantën e Jusufit dhe prej atëherë ata e kanë quajtur edhe hajn nga xhelozia që kanë pasur për të. Dhe tash po i thon vet Jusufit se e ka pas, po këta akoma nuk e dinë. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. Jusufi po vazhdon që të mbetet sekret për ta dhe nuk po e sharon. Qala antum sharrun makanan. Ju thot pra ta keni parasysh se ju e keni pozitën më të keqe në raport me atë vllain se sa tani. Wallahu a'lamu bima tasifun. Zoti e din më mirë nga ajo që ju po përshkruni. Qalu ya ayyuhal aziz. Këtu tash përmendet pra që ky ka pas këtë pozitë, o ministër, inna lahu aban shaykhan kabiran fa khudh ahadana makana inna lanaraka min almuhsinin. O ministër, ai ka një bab të vjetër dhe nuk mund ta duroj lajmin se ne po kthehemi pa Benjaminin, cilin do prej neve merr. Këta tash janë në gjendje të flijohen, cilin do zgjidhe prej neve, sepse ti je i mirë kuptueshëm, po vrehet. Pra na kuptoi dhe ne kësaj here. Qalu qala ma'adha Allahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idhan la zalimun. Thot Zoti na rujt, si ka mundësi na ta marrim dikon tjetër, ne do ta marrim vetëm atë person tek i cili është gjetur ana e mbretit, se ndryshe ne do të ishim zullumçar. Falamma stay'asu minhu khalasu najiyya.
kur ata pra i shtjerën të gjitha argumentit, pra u bindën se s'ka mundësi, e lutën tepër pra Jusufin a.s. që të kthej këtë vëlla e të marrë një tjetër, i madhi për tyre e tha këtë fjali: Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allahi wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Do të keni harruar se si baba juaj, baba jon pra, e ka marrë besatimin nga ju që ta ktheni Jakubin, ta ktheni Benjaminit, mos zhgënjeni atë. Ju e dini se çfarë keni bërë më herët me Jusufin. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Atëherë thotë, ju le të keni këtë çështje, ktheuni te baba juaj, thoni që djali jot ka vjedh, ne e kemi pa me sytë ton, jemi dëshmitar për këtë. وما كنا للغيب حافظين, ne nuk kemi pas mundësi që kur ka qenë ai në vete ta ruajmë. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Ti mund ta pyesësh edhe pjesën tjetër, sepse nuk kanë qenë vetëm këta që kanë shku, tër karavanin, pyeti njerëzit, banorët e fshatit tonë, vendbanimit tonë, nëse ne jemi të sinqert apo jo. Kësaj Jusufi a.s. I bindi ata që të nisen dhe të kthehen e të shkojnë e t'i thonë babait tyre këtë që po i mëson. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Thot, këto janë mësime që Jakubi pra ju thot djeme me vonë, këto janë mësime që ju i keni në vetvete pra për arsyetime mirë, po unë do të bëj durimin e mirë, Allahu ndoshta një ditë mi sjell të gjithë pra është akoma ai e ka bindjen se Jusufi është i gjallë. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. Thot dhe u largu nga ata dhe tha mirë unë për Jusufin. Mirë unë për Jusufin, wa bjaddat ajnahu min al-huzni fa huwa kadhim. Thot ai pastaj i ndodhi vërbrimi i syve, pra nga të qajturit e shumt, dhe kësaj ishte shkatruar, ishte lodhur. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. O baba jon, pasht madhin Zot, akoma ti e përmend Jusufin. Ne tash po arsitohemi, po tregojmë për Benjaminin, ti akoma përmend Jusufin. Pse thot e lodh veten me një gjë të tillë? Apo don ti mu dobësu edhe ma tepër, apo po don krejt me mbyt veten me vdek. Qale innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Thot un asgjë s'po bëj, un po e përmendi dhe un Allahut po i ankohem për dëshpërimin dhe mërzinë që kam, un di nga Allahu atë që ju nuk dini. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. I dërgon edhe një herë të shkoni dhe këshoni vllain edhe Jusufin vllain e tij dhe thot mos e humni shpresën nga Allahu, sepse shpresën nga Allahu vetëm mosbesimtarët e humbin. Falamma dakhalu alayhi qalu يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Thot ata shkuan pra për treti herë dhe hyn te Jusufi e i than o ministër, edhe ne edhe familjen ton, pra babën e tjetë, i ka prek, i ka godit e keqja, pra sëmundja, dhe ne
kemi pru që sendet të padobishme tashmë, të pavlera, se s'na ka mbet mu asgjë, fe aufilen el kel, po ti mos shkëshër sa kemi sjell, po mundohu që ti mbyllësh syt, pra na shetësh grunin me këtë që e kemi, o të satë dhe kalena duke ditë, pra që ti po të bën bamirësin dhe nesh. Inna Allah e izil mu të sadikin, sepse Allah pa dushemi ishë problem njerëzit që japin për hir të ti. Kale, hel alimtum ma faaltum bi Jusuf, a ju kujtohet thot ju çfarë keni bërë me Jusufin, tash ju tregon atyre. Ata thonë qjalin e tyre të famshme, qalu e inneke la ente Jusuf, se mos ndodhë ti me qenë Jusufi. Qale ene Jusuf wa hadha akhi, unë jam Jusufi, e kjo është vllau im, qad manna Allahu alejna, Allahu ne na ka begatuar me të mira, innehu men yettaqi wa yasbir fe inna Allahe la yudhi'u ajra al-muhsinin, pa dyshim pra jep udhëzimin më final që duhet të shruhet me shonja të arta, ai që ka frikën e Allahut dhe respektin ndaj tij ruhet prej mëkateve dhe bën durim, Allahu pa kurfar dyshimi nuk e humb shpërblimin e bamirësve. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alejna wa inna kunna la khati'in. Allahu pa dyshim të ka dhënë vlera ty mbi ne, e ne jemi ata që kemi gabuar në hakun tënd, i kërkojnë falje. Qale la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum. Mos keni dert, Allahu inshallah nuk ja marr për të madhe dhe ju afal mëkatin, wa huwa arhamur rahimin. Edhe ai është padyshim më i mëshirshmi i të mëshirshmeve. Idhhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basira wa atuni bi ahlikum ajma'in. Do të shkoni pra me këtë këmish dhe le t'i fërkoj syt babai me këtë këmish, tregoni për ngjarjen e ai pra do të kthehet nga verbria dhe do të filloj të shoh përsëri. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلال كالقديم. Ata pra sapo ishin nisur, ai thot unë po e një, thot po shijoj erën e Jusufit, e antarët e familjes kur thonë se po e dëgjoj erën e Jusufit, thonë ti akoma jenë në atë humbjen e mëhershme dhe kjo tashmë po vërtetohet që ti nuk je mirë. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. E kur erdhi ai që i dha myshde, ja solli këmishën, e preku fytyrën e tij dhe ai u kthye në gjendje të mirë të pamurit. Qale alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. A nuk ju kam thënë se di nga Allahu atë që ju nuk dini. E kësisoj ata i kërkuan, qalu ja abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Ne të kërkojmë falje dhe edhe ti falje për ne te Allahu, ne padyshim pra që kemi gabuar. Qale sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Atë do të në tarbën jo tash në këtë moment se kam akoma hidrim, më vonë do të lutem pra për ju, Allahu padyshim që është falës i madh dhe është i gjithëmëshirshëm. Falamma dakhalu ala Yusuf, ata pra shkuan së bashku me tërë familjen dhe shkoi edhe Jakubi, kur shkuan te Jusufi, awa ilayhi abawayhi, i përqafoi dy prindrit në këtë moment të prekshëm, wa qala dkhulu Misra insha Allahu aminin, urdhoni hyni në Egjipt dhe jeni tashmë të sigurt. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh wa kharru lahu sujada. I ngriti në fron dhe në ato ulset ministrore, ata në fakt e bën të dy prindrit atë nënshtrimin dhe respektin ndaj tij, pra u nënshtruan.
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. O baba im, kjo është komenti i asaj ëndrës që unë kisha pa më herët e Zoti e kishte bë realitet. وقد أحسن ربي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Dhe tash kësisoj pra i tregon për ngjarje se si kanë kaluar, se si ka përjetuar jetën, si ka qenë edhe në burg, është dalë dhe tash Zoti ju ka sjell juve prej fshatit që të vini këtu. E në këtë rast Jusufi nuk e harron këtë më të fuqishme, thot Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. O Zoti i madh, ti më ke dhënë mua pushtet, dhe më ke mësuar mu që ti shpjegoj ëndrat, që ti kuptoj dhe ti shpjegoj ëndrat. Fatira as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah. O krijues i qiejve dhe i tokës, ti je Zoti im në dynja dhe në ahiret. Tawaffani musliman, më bëj që të vdes i nështruar ndaj teje, musliman, wa alhiqni min as-salihin, dhe më bën që të jem në grupën e njerëzve të mirë, në bashkangjit me njerëzit e mirë. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin. Thot kësisoj për ty o Muhammed të tregojmë ne edhe këtë ngjarje edhe këtë rrëfim që të kuptosh se si përfundojnë gjërat, se si Allahu Gjelle Gjelaluhu e bën atë që duket dje i humbur të jetë udhëheqës, atë që duken se janë të mbitë dhe e përdorin pushtetin për çështje të xhelozisë, sepse janë më të mëdhej, sepse janë më të rritur dhe i bëjnë zullum dikujt, do të vi dita që të vinë, ta lusin atë për bukë dhe për ushqim, vetëm ti qëndro mirë, se jeta nuk fillon me ty, as nuk mbaron me ty, dhe se sprovat nuk janë që në ditën e parë kërkojnë zgjidhje, po kjo ngjarja e Jusufit është plot e përplot mësime të respektuar të shikues. E di që sot e kemi gjatë, pak më tepër, por ngjarja ishte e tillë dhe nuk kishim ku të ndalemi, e në javën tjetër, respektivisht në vitin tjetër, do të fillojmë me profet tjerë dhe ngjarje tjera që i ka rrëfyer Kur'ani. Deri atëherë ju lëmë në kujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.